Përshëndetje miq. Po vete sërish te kryeministria, filloi shiu, sigurisht sot s'kam çadër, s'kam plasmas. Pra ata që më kanë pyet si jam mirë, më bën skaner, mirë jam, mirë, nuk ka ndonjë. Po shkoj aty sepse unë besoj që kjo është betejë që duhet vazhduar. Sot I çova një shkres tjetër njoftimi policisë, se sipas vendimit gjykatës kushtetuese vetëm njoftim duhet të bëj. Njoftim për protestën që do bëj, më kupton? Dhe më kthyen përgjigje që nuk jepet leja, ndërkohë që nuk lejohet leje. S'ka nevojë për leje, se unë do kaloj, jam qytetar I lirë. Domethënë vendimi I gjykatës kushtetuese thotë nuk ka nevojë për leje. Thotë që çdo qytetar proteston I lirë. Kaq, thjesht njofton. Tani këta thonë do të procedojnë penalisht. Po teku bën 3, le të bëhen dhe 4, le të bëhen 5, 15, 20, 30. Unë po protestoj si njeri I lirë. Në shi, do thoni ju pse e bën këtë. Po, e besoj këtë që bëj, që ky vend ka nevojë që mos nënshtrohet. Ta ndërtoj kulturën e reagimit të qëndresës përballjes me çdo çmim, edhe me çmimin që mund të rrim në shi sot pa plasmas. Kështu që le të vinë të më marrin prapë, të më rrajnë, nuk ka problem. Këta kanë 10.000 policë, janë më të fortë se unë. Ajo që kam në dorë është një karrige, një çadër. Më fal. Kaq kam në dorë. Një karrige, një çadër edhe do rri këtu. Si një dëshmi ndaj një shoqërie që po I nështrohet një frikacaku. Edi Rama është frikacak. Se fshihet pas uniformës policisë së shtetit për të dhunuar njerëz të lirë. Njerëz që nuk I kanë vjedh kësaj republike. Dhe e bën dhunën për të mbrojtur hajdutërinë e vet. Kështu që unë si Adriatik sot I kam dërguar policisë prap njoftim që do vi këtu. Ka kthyer përgjigje nuk lejohet se pengon qarkullimin. Ja qarkullimi kush atje, ecën, vazhdon. Edhe në trotuar kalojnë njerëzit. I bëjmë dije qytetarëve që sipas vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2021, dhe ju jeni gazetar mund ta verifikoni, nuk kërkohet më leje për të bërë protesta. Nuk ka nevojë për leje, mjafton të njoftohet. Të thuhet që në këtë datë, në këtë orë do zgjas kaq, do bëj kaq. Unë e kam njoftuar. I kam njoftuar që sot prap do vi këtu. Do thoni ju sa do rish, po ndoshta deri në 3 mëngjesit, se mund të lagem, mund të bëhem ujë edhe s'kam ç'bëj. Do vi prap nesër. Kaq kam në dorë, kaq bëj. Në një republikë që me zhduket Edi Rama pasi vjedh pa ndalim, në vend I vi turp që të dalë rrugëve bashkë me këta që na vjedhin, kanë guximin të vinë të dhunojnë qytetarët. Kanë guximin të vinë të sillen në mënyrë banditeske. Dhe kush ai që këtë bulevard e ka blokuar me çadër mira metra katror, duke blokuar jetën e Tiranës. Nuk del dot një qytetar son Tiranë thotë që nuk kam shkuar dot në punë se më pengoi Adriatiku. Nuk shkova dot në Vaki se më pengoi Adriatiku. A nuk shkova dot në Dasma, nuk kapa dot avionina. S'ka. Se s'kam si t'i pengoj, ja ku kalojnë, aty kalojnë, edhe këte nga pas. Dhe Edi Rama që blokonte bulevardin me çadrën e madhe, se ai e ka vendosur precedentin e çadrës, nuk e ka vendosur unë. Ai tani vjen, dërgon këta si bandit, kur ikin popull, kur ikin mediat, në mes të natës, dhe rrezikon dhe jetën e njerëzve. Shqyr Zotit nuk ndodhi gjë, se po të kishte ndodhur gjë do e shikonin sa trim ishte Edi Rama pastaj. Fal Zotit nuk ndodhi gjë. Ky trim I madh. Që I duket republika si pronë private. Ne nuk kemi të drejtë të protestojmë. Edi Rama ka ta blokoj bulevardin me çadra. Ne jo. Pse? Çfarë po I bëjmë Edi Ramës? Ne po I themi që ke vjedhur bashkë me kolegët e tu. Ka vjedhur republikën. Nuk e them unë, e thot prokuroria. E thon vendimet e gjykatave. Çfarë po I themi ne? Që nuk mundet të kapesh duke vjedhur republikën dhe të kesh
një rezultat më të mirë në zgjedhje. Kaq, këtë po u themi, kaq. Kaq e thjesht. Ju jeni dëshmitar si gazetar. Një muaj rresht. Është thyer ndonjë lule këtu nga ne? Një lule. Ndonjë xham është thyer. Po ndonjë molotov është hedhur. Po ndonjë gur trotuari është shkulur. Po kur bëjmë protestën kemi lënë ndonjë mbeturim pas. Asnjë gjë nga këto se kemi bërë. Prap, dhunë. Pse nuk bëhet gangstera të bëj dhunë në raste tjera, po vjen në mes së natës, kur janë pak protestus? Pse nuk e bën kur janë shumë? Se është frikacak. Kështu që unë personalisht, të nderuar qytetar, nuk i kam marrë kujt përsi për gjë. E bëj këtë protest për të qenë i qetë me veten time edhe me vajzën time, me thënë drejtën, edhe me njerëzit që besojnë te ajo që bëj. Pastaj shoqëria e di vetë. Unë mendoj që në këtë vend ka shumë për të protestuar. Pa ndalim. Dhe kjo nuk është Republika e Edi Ramës. Kjo është Republika jon, Republika që na lan trashëgim gjyshrit tan, që luftuan për këtë Republikë, që i dhan pavarësinë, i dhan çlirimin. Bravo. Unë nuk e di a kanë luftuar gjyshrit e Edi Ramës, fëmijët kanë luftuar, me thënë drejtën. Kështu që më takon Republika pak më shumë se Edi Rama, me thënë drejtën. Edhe nuk e pyes fare as Edi Ramën, edhe as shërbëtorët e tij që mbajnë uniformën e policisë së shtetit. Duan të më procedojnë 1, 2, 30, sa të duan. 30 nga një çdo ditë le të bëjnë. Le të jem unë delekuenti maf. S'ka gjë, këta që vjedhin, edhe kapen me nga 53 milion euro hajdutri, këta le të jenë ministra dhe zvendës kryeministra dhe deputet. Unë që rri dhe protestoj kundër këtyre, procedojmë çdo ditë. Në rregull, le të procedojmë. Ky nuk është problem personal, nuk e kanë fare me këtu. Dekorata, janë dekorata. Kjo është çështje shoqërisë. E një shoqërie që s'mund të dëshmoj që vinë 300 policë këtu përballë 15 vetave për të hequr çadrat, se nuk erdhën kur ishte shumica e popullit, erdhën kur ishim ne, pak. Dhe vinë dhe 300 atë pa njoftuar, pa gjë, vjen procedura, unë jam avokat, procedura e ligjit është e qartë, rregullat janë të qarta, vjen drejtuesi i parë, ai që udhëheq tokën e shërbimit e thot zotri, ke shkel ligjin këtë, hapu se do bëhet ky veprim. Si vjen policia të rreq, bie bombula e madhe e gazit në as në poshtë. Po të kishë ndodhur gjë, ku do vende Edi Rama pastaj? Trimi i madh Edi Rama, ku do vende po të kishë ndodhur gjë? A? Se çaj duket aty, se jemi njerëz pa njerëz ne. Se jemi kështu që mund na marrë për këmbë ai. E ka gabim po e mendon ashtu. Po e mendon ashtu e ka shumë gabim. Ja kështu, Osman, i dashur Osman, jemi rrit bashkë shesheve. Do vazhdoj kështu, se unë e quaj detyrë qytetare këtu. Kështu mu, nuk më lën plas mas, nuk më lën ngrose, do rri këtu. Sot kam vesh dhe një palë kështu nën vete që t'jem ngrot. Sa të duroj? Den 3 mëngjesi, den 4, ndoshta den mëngjes, ndoshta den nesër pas nesër, nuk e di tani, unë kaq kam në dorë, do bëj sa kam në dorë unë këtu. Do rri këtu, do mbaj çadrën, do rri. Këtyre tjerëve do u them ikni që të gjithë. Do u them ikni sepse kanë kthyer përgjigje që do i çojnë të gjithë komisariat dhe do i procedojnë me urdhër të Edi Ramës. Tani letë më procedojnë mua çdo natë, këta do vinë këtu këta do vinë një në ditë. Do vinë mbas dite të bëjnë atë forumin qytetar, ja si sot. Edhe do rri unë këtu, jo si mendje masi, por nuk dua t'imponoj njeri, domethënë. Po flas për veten time, këta e din vetë. Por kjo histori nuk mund të vazhdoj kështu. Çfarë janë këta ore, vjedhin këta ore. 100 milion euro koncesioni atje dhe nuk hedhin një dorë kripore, edhe vriten njerëzit. Edhe nuk kanë pikën e turpit, na bëjnë dhe moral. Kapen duke vjedh 10 miliona e 10 miliona euro edhe duhet kemi në turp të protestojmë. Fusin 10 mira patronazhistë që komentojnë në rrjetet sociale për ta nxirr çdo gjë, për të vrarë çdo reagim. Dhe këta që kanë të nderuar këta, bëjnë mbrëmje gala këta, ndërkohë që në Vlorë nuk ka ujë. Në kohën që s'ka ujë në Vlorë, 5 ditë njerëzit pa ujë, bëjnë mbrëmje gala. Ndërkohë që te onkologjiku, Osman, edhe të falenderoj që e bën atë luftë. Nuk ka ilaçe.
Këta dalin nga kapardisen, sigur kanë qeveris mirë. Dhe është problemi të ne, ore unë mund të kem 1000 zeza, mo. Unë mund të jem njeriu më i papërshtatshëm. Mund të jem më i papërshtatshëm. Ha? Mund të jem më i papërshtatshëm unë. Mund të jem një njeri që nuk e di mo. Po kjo nuk është bën kauzën, kauza është e drejtë. Kauza është që këta nuk mund të na tallin. Nuk mund të na vjedhin dhe pastaj të na dalin serbes në përmbrëmje gala dhe ndërkohë që problemi janë ata që reagojnë. Dhe dëgjoj lart e poshtë, po si s'mbledha ata, si s'bën këta, çfarë mbledhin, ishin mira qytetardje. Plus unë kam dorë veten, unë nuk i detyroj dot njerëzit. Dhe këtu çdo qytetar duhet ta kthej kishin nga vetja. A është normale që të vidhemi, të tallemi në këtë mënyrë dhe mos reagohet? Ku do shkojmë? Ja iku Adriatiku, e lash unë sot. U lodha, më thash ik, miru pafshim, e lash. Do vini ilaçe në spitale, te Osmani atje që po lufton. Mira Adriatiku si vjen. Po Osmanit që lufton atje ditë për kancerin, s'kan parti mlidhet miting. Dhe ky është problemi i shoqërie që e ka humb nervin, që duhet të ngjallet. Po vdesin njerëz atje, e kam parë këtë, admiroj. Jo se e kam këtu, po e admiroj. Dhe nuk vete shoqëria. Atje në Vlorë s'ki shuj. Atje lart prishen objektet. Tani, ju lutem tani, kjo është një shoqëri që është vranë në thelbin e vet. Dhe kjo që unë bëj, është eksaktësisht për këtë mo. Për të ngjallur sa do pak nervin. E një vendi që është marrë peng në çdo celul. Sot kam një denoncim zonjë. I bëj thirrje drejtuesit policisë të Cerrikut të mos shkojë në shtëpitë e atyre që kanë ardhur në protestë. Ka shkuar shtëpi më shtëpi të njerëzve që kanë ardhur në protestë në Cerrik. Në rregull. Punojnë policie që vën dhe u thon njerëzve që po pa më në Tiranë, po kjo nuk shkon tani. Tani e kuptoni ku kemi arritur tani, unë mbaj përgjegjësi për këtë që them. E kuptoni ku kemi arritur tani. Çfarë bën shpresa që u ka nisur policia dhe çfarë objekte që ndalojnë dhe si vjen protesta? Bëhet qendres vetëm me një karrige dhe në orë të ftohta në Zonjë, unë mund t'ju vënd dispozicion ju shkresin që kemi të shuar ne. Ligji për tubimet dhe vendimi i gjykatës kushtetuese numër 24 duhet jetë i 2021-shit, i muajit maj duhet këtë qënë, thot qartësisht që në Republikën e Shqipërisë nuk kërkohet më leje për protestë. Mjafton njoftimi, thot. Nëse ti shkel kushtet e njoftimit, atëherë procedohesh. Pra nëse ti thua që do ta bëj nga ora 2 deri në 4 dhe ti e bën deri në 6, ose thua do bllokoj një korsi dhe bllokoj gjithë bulevardin, aty është vepër penale. Po nëse ti thua unë do vi do rri këtu, do zë këtë cepin, s'ndalon njeri, sepse është drejt kushtetuese. Kush është shefi i policisë aty që më tregon mua kur do flas? Pse më me leje eminen komunizëm do ma leje për të folur, do flas sa herë të më doj kokra e qefit. Bravo! Qa do bëjnë këta? Do më arrestojnë mua se flas? Le të më arrestojnë më. Dekorat më. Po pse pak burra e gra ka pas që kanë bërë burg politike dhe kanë qenë disident. Shumë mirë më, le të jetë Edi Rama njeriu që na bën të bëjmë burg politik. Qarë do kem frikun që të reagoje, do kemi frikne, do na shtyp kyne. I vetëm, me dhe ata që duan të rinë, unë do rri sa të mundem. Ka që kam në dorë. E bëj me gjithë shpirt, patronazhistat ta din që nuk më ndikojnë fare, madje kanë hyrë në akti vëndi se hanë parat e ilaçeve të munguar atje lartë. E dini ju të gjithë që janë mira njerëz të këtë republikë, mos të them 10 mira, po mira që marrin rrogën duke ngrënë meze te lokali lagjes. Dëgjoni, han meze aty te lokali lagjes pa vajt fare në punë dhe marrin rrogën. Jeni gazetar, u jap informacion, verifikojeni. Ka mira të tjerë që nuk jetojnë fare në Shqipëri fare, nuk jetojnë këtu dhe marrin rrogën në Shqipëri sepse e duan, çfarë marifeti kanë bërë? Rrogën e merr ai që i ka futur në punë, ndërkohë këta marrin vetëm sigurimet, e duan për efekt pensioni. Ai jeton ndërkohë në Gjermani ose në Amerikë. Dhe kjo është e vërteta e madhe. Tani ky thot ti mos i thuaj këto gjëra, si mos i them unë këto gjëra. Unë nëse nuk i them këto gjëra kam bërë tradhtin dhe atë sa ko unë i di këto gjëra. Bravo. Të dish që ka njerëz që jetojnë në New York dhe e marrin rrogën në Ujësiells në Shqipëri dhe të mos e thuash, kjo është tradhtim dhe atë. Të dish që ka njerëz që punojnë në ushtri zonë. Në ushtri, në polici, me radhë.
në çdo sektor që jetojnë jashtë atë vend dhe e marrin rrogën brenda Shqipërisë, e të mos e thuash është tradhti e madhe. Është tradhti për ata fëmijët që s'kan ilaçe aty te onkologjiku. Pastaj kur themi ne për këto të onkologjikut na thon bëni politik. Po si bëhet kësaj? Mos i themi këto. Keq kur i thua, keq kur si thua. Kështu që në këtë kuptim është shumë e rëndësishme të vrasim frikën. Do vazhdoj, janë 13 të proceduar penalisht, 4 nga cilët janë arrestuar për prishje dhe të rendit dhe të qetësisë publike. Tani, ju që më dëgjoni, në një protestë të bërë me njoftim, si mund të prishet rendi dhe qetësia publike? Se ne ndaj vim në protestë të prishim qetësinë publike. Ne nuk vim në protestë që të mos flasim. Bravo! Do me thënë, po bre një protestë me njoftim, sigurisht që do e prishësh qetësinë, se do bërtasësh. Në një nga format, mund të jetë dhe protestë e eshtur, po ne kemi zgjedhur këtë duke bërtitur. Kështu që nuk qëndron. Dhunë ndaj kundërshtimi forcave të rendit. Çfarë kemi kundërshtuar forcat e rendit ne? Mos erdhi ju si gazetar këtu keni qenë, keni dëgjuar ju të bëjmë me megafon një thirrje policia të thotë mos bëni këtë dhe ne se kemi bërë? Keni dëgjuar ju? Ligji atë thotë ligji për tubime, duhet të dalë shefi me megafon dhe të thotë 3 herë. Mos e bëj këtë se e duke shkel ligjin. Ju keni dëgjuar ndonjë këtu në miting? Jo. Si e kemi shkel ligjin ne? Pse se njëri vjen dhe tjetri ikën nga policët? Po ai mund të jetë përfaqësues i bandave. I pat ju ata 3 civilët vinin bënin foto. Ne nuk kishim asnjë kundërshtim të bënin foto punonjës e policisë shtetit. Le t'i bëjnë me uniform. Pse duhet vi civil ai? Ku di unë kush është ai? Ai mund të jetë një antar i bandës filana apo Y. Edhe vjen edhe intimidon njerëzit. Edhe kanë arrestuar një ushtarak prej 18 vitesh, doktor shkencash, Ergjys Uanën, që unë jam i bindur që do dali pa fajshëm, jam siç kemi dal shpesh me këta, i cili ka qenë punonjës, oficer policie, për 18 vite. Dhe është distancuar nga këta se nuk e ha do të gjellën e këtyre, por jeton me dignitet, ka që thjesht është. Dhe vene procedojnë, pse proteston kundra i dutve? Bravo Gysi! Qa është kjo? Ergysi nuk që asë shoferi në një nga këta të botës krimit, si që janë këta tjerët, që i keni par ju. Jo, Ergysi ka këtu, në bau protest. Kanë arrestuar avokat Alfred Matoshin. Një djali shkëlqyer. Qa bëri Alfredi, erdhi dhe luftoi duke ngritë zërin për të drejtën. Kë vrau Alfredi, kë dhunoi, kë theu. Jo. E kanë dhunuar, i kanë thyer, i kanë krisur shpatuën. Erdhën dhe dhunuan nga diaspora, djalin e jashtëzakonshëm Eligert Hima, një bashkëpunëtor me drejtësinë italiane në kuptimin e investigues atje. Qytetar dhe me shtetësi italiane. E morën atje, e dhunuan, ka një puak në qafa i ka bërë një ndërhyrje, s'pyeti njeri fare, ore nase më brave. Ndërkohë që nuk vërtetohet këtu të jetë bërë një gjë. Kanë arrestuar dhe Edison Haklaj, avokat. Ja, kjo ka qenë qeta e njerëzve të rrezikshme, 2 nga cilët 3 më fal njerëz të ligjit, të 4 se edhe Ergysi ishte avokat. 4 avokat kanë arrestuar dje. Bravo çunave! Jam thuar. Bravo çunave! 4 avokat. Pse? Se thonë mos na vidh. Se thonë duan drejtësi, se thonë duan zgjedhje normale. Dhe kjo është çështja. Dhe qytetarët që më dëgjojnë duhet të kenë parasysh. S'është hauja Adriatikut ky. Po ata që janë nga Thethi, ku shkuan në Theth këta dhe u aprishën shtëpitë në atë mënyrë barbare dhe e ndjen mikurriz, duhet të reagojnë? Unë them po. Po ata që ju janë vjedh lumenjt, dhe bëhen hidrocentrale, duke u vjedhur, duhet të reagojnë? Unë them po. Po ata që janë fermer, edhe ju janë përmbytur, të mbjellat, u janë tharë serat nga i ftohti, apo u janë djegur nga i ngroti, nga vapa, nga zjarret, duhet të reagojnë dhe s'kan marrë si të shpërblim, duhet të reagojnë. Por këtë po luftoju. Pastaj, ka ndërmend këta të më bëjnë kallëzime, po na një çdo ditë more. Unë ka rëndësi të mos dënohem ndonjëherë për vjedhjet lekëve të shqiptarëve, se për protesta e përballje me hajdutët çdo ditë.
kaq. Por mua është nder i madh të më procedojnë si një njeri që përballet me hajdutët. Tani unë ja kam fajin Edi Ramës që i dhanë shqiptarët 30 vjet pushtet dhe përfundoi që blejnë 10 milion euro çokolata te Akshi, ja më thoni ju mua. Unë ja kam fajin. Unë ja kam fajin Belinda Baukut që 53 milion euro i çon drejtim pa ditur, ndërkohë që te tuneli atje mungon hekuri dhe rrezikohet jeta e këtyre që na dëgjojnë. Unë ja kam fajin këtyre për 400 milion euro të koncesioneve, ndërkohë të incineratorëve, ndërkohë që plerat vazhdojnë të digjen në këtë vend. Rrugëve, ngelen rrugëve, nuk ka incinerator. Mos i themin e këto. Unë ditën që si them më këto, nuk rri më në jetë publike. Madje, nuk rri më as në Shqipëri, se s'kam se rri unë në një republikë. Që njeriu të ketë frikë të thotë atë që është e vërteta. Të vërtetën, pa i rënë njeriu në qafë. Po merresh unë ndonjëherë me Edi Ramën si individ, jo si kryeministër flas. Apo me familjen e Edi Ramës, siç ai është marrë me tmit dhe ka bërë shumë gabim. Këtu do që fajim. Unë po merrem me Edi Ramën si kryeministër. Dhe në fakt, po merrem me Edi Ramën hakshe, po merrem me Edi Ramën që ka marrë në mbrojtje Belinda Baukun. Bravo! Dhe jo Belinda Baukun si zonjë, si grua, si nën, po Belinda Baukun si ministre dhe zëvendës kryeministre që është kapur në abuzim, ka që thjesht është kjo punë. Se me Belindën si njeri unë s'kam asnjë problem. Problemin unë e kam me funksionarin e shtetit. Kjo është. Ju falenderoj shumë për kohën. Këtu do rri. Është e sigurt që do më procedojnë, nuk ka problem. Se si 3 herë, si 10 herë, nuk do më mbaj 20 vjet në burg për kështu, për protestë të paligjshme. Do me thënë, këtu do rri. Bazën materiale na e kanë vjedhur, dhe janë vjedh goxha gjëra, janë vjedh dhe çantat e vajzave, që kanë dhe gjëra personale, turpe faqezes. Më është vjedh dhe mikrofoni Osman, mikrofoni live-it, që për mua është shumë i rëndësishëm, se është si të heq ty kamerën dhe mikrofonin. Ja, unë s'bëj do të live sot, s'ka mikrofon, ma vodhën. Qërë çantën e pajisjeve, janë vjedh dhe ngroset, unë duhet rrianët ngrotë sot, do rinët fëtot. U vodhe plasmasi, ani, do thoni ju s'ke pse e bën këtë sakrificë. Drejtat e njeriut, Ore, totalisht. këtë sakrificë që është simbolike, unë nuk pretendoj heroizma këtu më jo. Po kjo është simbol, më është simbolike, njerëzit të reagojnë, të qëndrojnë kaq. Jo është, imagjinoni të mos kish shkrep asnjë armë ujë Orçinaku atëherë kur erdhi në italian domun. Paktën shkrepi një armë domethënë, në ruajtje nderin. Ka që thjesht është kjo histori domethënë. Ju falenderoj shumë ju gazetarëve, se në gjithë këto haue që ka Shqipëria, Bravo! a benin që nga pas që të kalojnë, se do thonë i penguan. Faleminderit shumë. Kashi? Po mi më unë jam me çadër, ju pa çadër? Se s'më tha që s'kish. Ta pishe moment. Nejse, do bjerë që ju. Të thash, në nëmë. Sa taloni e shë ma pojnë.
Jo, se kam dy.